Korça është kthyer në një skenë të madhe ku takohen kulturat, muzika dhe vallet e popujve ballkanik. Me ritme, ngjyra dhe trashëgimi shpirtërore, qyteti juglindor mirëpret edicionin e 7 të festivalit shumë kulturor Shpirti i Ballkanit, një nga aktivitetet më të rëndësishme të verës që i kushtohet folklorit tradicional dhe muzikës bashkëkohore të rajonit. Sheshet, rrugicat dhe pazari karakteristik janë mbushur me këngë, valle dhe parad kostumesh që vijnë nga vende si Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Greqia, Rumania, Malizi dhe Shqipëria. Ky festival nuk është thjesht një ngjarje artistike, por një urë që lidh identitetet dhe historinë e përbashkët të Ballkanit nëpërmjet artit. Organizatorja Blerta Belliu thekson se ky është një nga edicionet më të veçanta të Shpirtit të Ballkanit, pasi për herë të parë, përveç ansambleve folklorike që sjellin valle tradicionale, festivali hap skenën dhe për banda muzikore moderne me frymë ballkanike. Sipas saj, ky bashkëdyzim mes trashëgimisë dhe rrymave të reja artistike bën festivalin më dinamik dhe më gjithëpërfshirës. Ajo nënvizon gjithashtu rëndësinë e pjesëmarrjes së grupeve nga vende të ndryshme, si dhe bashkëpunimet unike që sjellin artistë nga Tirana, Maqedonia, Bullgaria, Rumania, Greqia e Malizi. Ky është edicioni i 7 i Shpirtit Ballkanit. Në këtë edicion shumë të veçantë do ta cilësoja unë, sepse përveç ansambleve folklorik që sjellin vallet burimore të gjithë Ballkanit, një traditë e jashtëzakonshme që ne kemi, do të kemi edhe shumë banda muzikore. Kjo është për herë të parë. Ky festival përashtrihet në 2 ditë, i cili do të sjellë bendet më të mira ballkanike. Sot do të kemi në natën e parë një band që na vjen në një bashkëpunim Tirana, Maqedonia dhe Bullgaria. Ndërkohë më pas do të vijë fanfara e Korçës, që janë një formacion me tundje fantastike, që sjellin muzikë ballkanike dhe alternative, dhe do të kulmojmë më vonë, në orët e vona, me Drena Bazi dhe Zigzag Orkestra. Ndërkohë që sot kemi shijuar në të gjithë sheshet e qytetit kostumet dhe paradën e kërcimtarëve që na kanë ardhur nga vendet tona fqinje. Ndërkohë që nesër do të kemi një performancë nga grupi më i madh ballkanik, i cili është një bashkëpunim midis Rumanisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë. Do të kemi gjithashtu një trio nga Malizi, Greqia, dhe do të performojnë të gjitha ansamblet që sot pat në rrugë, nesër do të jenë të gjithë në sheshi pazarit. Përtej kufive ballkanik, këtë vit festivali Shpirti i Ballkanit ka hapur dyert edhe për pjesëmarrës nga Europa perëndimore. Një ndër grupet që ka tërhequr vëmendje të veçantë është edhe ai nga Franca, përfaqësues të rajonit malor të Savojës, një zonë me traditë të pasur folklorike në Alpet franceze. Të veshur me kostume karakteristike dhe me një energji të veçantë, artistët francezë solo në Korçë vallen e tyre tradicionale dhe një frymë të re në festival, duke u bërë një urë kulturore mes perëndimit dhe Ballkanit. Ata i konsiderojnë pjesëmarrjen si një përvojë të veçantë dhe emocionuese, jo vetëm për të ndarë traditën e tyre me të tjerët, por edhe për të zbuluar pasurinë kulturore të rajonit. We are happy to Jemi të lumtur që jemi këtu, është hera e parë që vim në Shqipëri, vim nga Franca, nga zona e Savojës, në Alpet franceze, do të sjellim kërcime tradicionale të vendit ton. Kemi ardhur këtu që dje dhe kemi mundur të takojmë edhe pjesëmarrës të tjerë. Na pëlqyen shumë traditat e tyre, është kënaqësi të zbulojmë më shumë rreth traditave të tjera, është diçka shumë e bukur. Jemi të lumtur që jemi këtu, njerëzit janë shumë mikpritës. Jemi grupi që vim nga Franca, nga provinca e Savojës, afër Italisë dhe Zvicrës. Jemi këtu sepse këtë vit është një kremtim mes Shamberisë dhe Korçës. Jemi këtu për paradën, për të demonstruar kërcimet e Savojës. Savoja është një pjesë që ju kthye Francës në vitin 1870, dhe është e rëndësishme që t'ju tregojmë të rinjve të gjitha vallet dhe traditat e vjetra të vendit. On représente la France. Ne përfaqësojmë Francën, departamentin e Savoie dhe qytetin e Shamberisë. Do sjellim një prekje perëndimore për vendet e Ballkanit që përfaqësohen këtu sot. Një qytet shumë i bukur, shumë i pritës, me njerëz që janë shumë të sjellshëm me ne dhe han mirë, hahet mirë. Sishme sepse bashkon tradita të ndryshme dhe ne jemi si një plus për këtë festival sepse jemi ndryshe nga kulturat e tjera dhe është të bukur të zbulojmë. Kur kultura bëhet urë, çdo dallim shuhet. Shpirti
Ballkanit e ka treguar edhe këtë herë se muzika dhe tradita janë forca që i afron njerëzit pavarësisht gjuhës apo kufive. Korça ka rrahur në ritmin e shumë kombeve dhe ka treguar se e vjetra dhe e reja mund të bashkëjetojnë në një skenë të përbashkët ku gjithkush ka vendin e vet, nga tingujt e valleve tradicionale te meloditë moderne me frymë ballkanike. Festivali ka lënë pas jo vetëm kujtime të bukura, por edhe një frymë bashkimi që zgjat përtej mbrëmjes. Shpirti i Ballkanit largohet për këtë vit, por mesazhi i tij mbetet i gjallë. Kultura është ajo që na lidh dhe na ngre mbi të gjitha dallimet.